Allahu gëzohet ma shumë me robin kur pendohet se sa kjo nanë kur e gjeti djalin e saj. La ilaha illallah. O ti që ja ke dhënë besën Allahu me shahadet la ilaha illallah, po ja Rabbi urdhëro, tubu ila Allahi taubatan nasuha, kthehuni tek Allahu me një kthim të vërtetë. Se sa njerëz tu kanë arrit pasurie, ku ta di unë edhe bulldingje edhe qiraja dhe kështu me radhë. Përsëri nuk janë rahat. Pse? Se nuk e kanë imani dhe besimin në Allahun te bareke ve teala. Edhe një bri plak një ditë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkopin në dorë, i ishte shtrëmbëru shpina, pa aq i plakur dhe i lodhur, dhe i tha o Muhammed, tha vallahi thot Enesi, e pash plakun e shkret moru gëzo, doli pe xhamisi gëzom duke thënë ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammed rasulullah. Ky është Zoti ynë vallahi. O pasha Zotin në një natë pe netëve, njëri pe dietarëve duke lexuar ajetin e Allahut ku thot vraponi pas xhenetit, gjërësia të cilit është sa qiet edhe toka qante deri në agimin e mëngjesit. Të nesërmen në sabah gruaja e tij tha, o imam, o filan, po pse qave bembram? Vinte Gjibril e min, jo vllazën, Gjibrili alayhi salatu wasalam vinte edhe uleshte në tubimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm ta dëgjon fjalën e Rahmani xhelle wa ala. Muadh ibn Jabelit radhiyallahu ta'ala anhu kur i erdhi momenti i vdekjes, filloi të qanë. Dikush pe të pranishmeve gruaja apo fëmijët i thanë, o Muadh, pse je duke qajt? Thoni njerëzit dikur se njerëzit në Amerikë kur shkojnë ta humbin fen. Jo vallahi, elhamdulillah, gjithë ky mexhlisi hajri, gjithë djelmosha të ri, këto fëmijë që kanë arsonte në mexhlis, vallahi janë dëshmi se Allahu do ta ruan Islamin në gjenerate pas gjenerate inshallahu taala. Se në momentin kur ti kthehesh tek Zoti xhelle wa ala, pas çdo mëkati që bësh, nuk është problem, vallahi nuk është problem ke mëkat. O vallahu i që folën në shumë mëkatar, shumë me të vërtet Allahu i don shumë ato që pendohen dhe kthehen tek ai subhane wa taala. Po va tregoj një ngjarje para se është shumë e pranueshme për djelmoshat e ri, për një djalë i cili u ri deri në moshën 18 vjeçare në Arabinë Saudite, pra në Mekë, pra prej banorëve të Qabes. Thotë ju vllazën, thotë derisa nana shkoi të falet, unë isha duke dëgjuar një muzikë italiane, në një moment e dëgjova ezanin e yatsis. Hayya al-salah, e janë bënë namaz. Hayya al-falah, e janë në shpëtim. Thot vallahi filloi zebra të më dridhet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa azkas salam ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyillahi al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë për këtë falje dhe ndihmë kërkojmë. E falenderojmë Allahun xhallahu ala që na i ka mundsuar këtë tubim të sonshëm. Ku lut Allahun xhallahu ala që mbi zemrat tona të zbet mëshira dhe rahmeti Allahu xhallahu ala. Dhe vallahi nuk kemi ul sonte për diçka ju vëllezër, vetëm për ta shpresuar rahmetin e Allahut. O pasha Allahun e madh ju vëllezër, ai që folën është më mëkatar që ato që dëgjoj. Kur nuk më ka shku në mendje ndonjëherë që kam dalë para popullit edhe miletit dhe kam mendu se i më i mirë se ata. O, vetëm o shpresa në rahmetin e Zotit xhelle xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala të na nxjerrën për këtij tubimi, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ulet një grup njerëzish në një xhami prej xhamijave të Allahu vetëm se pas përfundimit të atij mexhlisi, një thirrës prej qiellit thërret dhe thot: Kumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. O ju njerëz, qohuni pe atij mexhlisi se Allahu gjinafet va ka kthet, Allahu ju ka fal dhe mëkatet e juaja i ka kthet në sevape. O pasha madhërinë e Zotit xhallahu ala, prej dhuratave më të mëdha të Allahut azza wa jall janë këto mexhlise dhe këto tubime. Vinte Gjibril e min, jo ju vllazën, Gjibrili alayhi salatu wasalam vinte edhe uleshte në tubimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm ta dëgjon fjalën e Rahmani xhallahu ala. Muadh ibn Jabelit radhiyallahu ta'ala anhu kur i erdhi momenti i vdekjes, filloi të qanë. Dikush pe të pranishmeve gruaja apo fëmijët i thanë, o Muadh, pse je duke qajt? Tha vallahi nuk po qaj se e la pas vetes dunjan. Dëgjoni vëllazë, vallahi tha nuk po qaj se e la pas vetes dunjan dhe e la pas vete pallatet edhe pasurinë e saj, por qaj për 3 gjëra. Një prej tyre tha qaj për ato momentet kur muslimanët të ulen në xhamijat e Allahut ta përkujtojnë Allahun dhe unë nuk jem në mesin e tyre.
Qaj për ato netët e gjata të dimrit kur besimtarët të qohen natën të falen për Allah dhe unë nuk do t'jem në mesin e tyre. Dhe qaj për netët, për ditët e gjata të verës, kur besimtarët do të agjërojnë dhe unë nuk do t'jem prezent mesin e tyre. Dhe ja sonte, ej vëllaza dhe motra, vallahi nuk është prezent Muadhi më Gjebeli, qante që edhe ai sonte të ishte në mezhlise me ne, nga se e dinin ata njerëz o ju vllazën se çfarë shpërblime dhe se vape të mëdhaja, sa male dhe sa kodat e kodrinat do t'i marrim sonte pasi që të qohemi me këtij mezhlisi. Andaj faleminderit o Allah në fillim, falenderimi të takon ty o Allah në mbarim, që na i ke hap zemra për shahadetin, për islamin, për imanin, la ilaha illallah. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për zotërion ton, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na mësoi se si të ulemi në këto mezhlise, na mësoi se si ta përmendim Allahun dhe se si ta kujtojmë atë. O ju vëllezërit e mi, derisa hoxha ishte duke fol, edhe e pash domethënë këtë mezhlis dhe këtë tubim. Shihni edhe jo vëllazën, po thuj se 90% të mezhlisit janë djelmosha të ri. Thoni njerëzit dikur se njerëzit në Amerikë kur shkojnë ta humbin fen. Jo vallahi, elhamdulillah, gjithë ky mezhlisi hajri, gjithë djelmosha të ri, këto fëmijë që kanë arsonte në mezhlis, vallahi janë dëshmi se Allahu do ta ruan Islamin në gjenerate pas gjenerate inshallahu taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la yablughanna hadha ad-din ma balagha al-layl wan-nahar wa inna Allaha la yatruku bayta madarin wala wabarin illa adkhala Allahu hadha ad-din. Do të hyjnë kjo fe aty ku ka shku nata edhe dita dhe Allahu nuk do të lënë shtëpi prej tullave dhe prej qerpikut edhe prej drasave, vetëm se Allahu do ta fut këtë Islam me kenarinë e krenarit dhe me nënçmimin e të nënçmuarit. Allahu akbaru kabira. Alhamdulillah ju vëllezërit e mi që Allahu na ka nderuar që të jemi pjesëtar edhe idhtar të këtij Islami. O ju vëllezërit e mi, Allahu te bareke ve teala po na thret në librin e tij. Dhe Zoti Bujar xhallahu ala e ka hak dhe e ka të drejtë që kur të më thret mua dhe ty, të thret me emrin e robërisë, duke thënë o robim, o ti ingrat, o ti i shkret, o ti fukara, se ne vallahi jemi të tillë. Por Allahu xhelle xhelalu në Kur'an po na thret me emrin e imanit dhe islamit dhe thot: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, la ilaha illallah. Wallahi e kishte pas hak Allahu xhelle xhelalu që mos na thret me këtë emër, po të thot o ju fukara, dhe ne ti nështromi dhe ti përulemi ati, por Allahu të ka thirë me emrin e imanit. O ti që ja ke dhënë besën Allahu me shahadet la ilaha illallah, po ja Rabbi urdhëro për këtë thirrje që e duke na i bë. Tubu ila Allahi taubatan nasuha, kthehuni tek Allahu me një kthim të vërtetë. O ju robër të Allahut, o ju vëllazën dhe o ju motra, vallahi billahi nuk ka lumturi më të madhe se lumturia e njeriu që është në ibadet dhe në adhurim. O ju vëllezëra, e dini se shkaku më i madh i ardhjes të Islamit është që njeriu të jep lumturinë e dunjas. Nuk ka qetësi më të madhe se në afërsi me Zotin e Madh xhallahu ala. Andaj në këtë kontekst, Ibn Qayyim el-Jauzi radhiyallahu ta'ala anhu, një prej dietarëve të Islamit, thonte: me të vërtet në zemrën e njeriu është një boshllëk. Apo më mirë, thonte me të vërtet Allahu xhallahu ala e ka kriju zemrën e njeriu dhe ka kriju brenda asaj boshllëqe të mëdhaja. Shihni vllazën, ka një boshllëk që ashtu Allahu e ka instalu zemrën tënde. O i till je vallahi. Nuk mund të dalim nga ky realitet. Thotë dhe Allahu xhallahu ala ka vendosur në zemrën e njeriu boshllëkun që nuk e përmbushën vetëm dashuria për nanën. Wallahi bila keni pa një njeri që ka në gurbet, e ka arrit pasuri, ka arrit milionat edhe e më shumë se ajo, mirë po vetëm që nuk e ka nanën afër, e merr malli para atë. Nuk i mbushet me zemrën, nuk rehatohet, nuk qetësohet pa nanën, pa ju afru nanës. Thot një boshllëk e ka dashuria për fëmijën, një boshllëk e ka dashuria për gruan edhe për të afërmi, për mixhallare, dajallare, teze dhe të ngjajshëm. Një boshllëk është dashuria për pasuri, për autoritet, për pushtet dhe ngjajshme si ajo. Pra Allahu te bareke, duam apo nuk duam, të tillë na ka kriju. Ej vëllazën, unë e di që ka në mesin e ju njerëz që ndoshta me vite nuk kanë shkuar në Dibër apo në qytetet ku jetoni ju. O e kam marr malli për Dibër. Unë që jetoj atje thon, për çka ju kam marr mallin më? Për ato sokaqet e Dibrës apo për ato sokaqet e Malit të Zijes, të Shqipërisë, se pjesëve tjera të Maqedonisë, kështu me radhë.
O ju vllazën, jem bo vendet tona pe fukarallëku si vende më të varfëra në botë. Thot jo, hoç, nuk është ashtu. Për atë dheun e mahallës dhe atyre sokaqeve të ngushta më ka marrë malli. Pse? Se Allahu Gjelle Gjelalu, kudo që të shkon njeriu e ka instalu zemrën që të lidhet me vendlindjen e tij. Dhe thot Ibn Qayyim el-Jauzi, pra ky dietari, dhe në zemrën e njeriu të është një boshllëk që nuk e përmbushën atë vetëm dashuria për Allahun te bareke ve teala. Andaj vazhdon njeriu që të jetë i varfër, të jetë në stres dhe në depresion, derisa ta përmbushën këtë boshllëk. Dhe ju, o ju vëllezërit e mi, jeni më mirë që më kuptoni për këtë fjalë që dëshiron vallahu ta thot. Për arsye se sa njerëz tu kanë arrit pasurie, ku ta di unë, edhe bulldingje, edhe qiraja dhe kështu me radhë. Përsëri nuk janë rahat. Pse? Se nuk e kanë imani dhe besimin në Allahun te bareke ve teala. Andaj dijeni, o ju vëllezërit e mi, se kur Allahu te bareke ve teala na thoret në Kur'an që ne t'i kthehemi atij, siç e përmenda në ligjëratën që kaloi, jo që Allahu ka nevojë për ne asesi vallahi, por Allahu na thoret sa je dije që ne jemi nevojtar për atë Jelle wala. Andaj thonte Ibrahim ibn Adhemi radiallahu ta'ala anhu, me të vërtet, po ta din mbretërit dhe djemtë e mbretërve, dhe kryetarët dhe djemtë e kryetarëve, dhe pasanikët dhe djemtë e pasanikëve, se çfarë kënaqësie na ka dhënë Allahu në zemrat tona në Islam dhe në iman, do të kishin ardhur të na i marrin ata me shpata. Do të kishin ardhur atë të na i marrin me të gjithë forcat dhe ushtrinë dhe arsenalin e tyre. Pra që do thotë ju, thonte gjithashtu Ibrahim ibn Adhemi, me të vërtet ndodhën ndonjëherë që kalojnë disa momente në afërsinë time me Allahun xhallahu ala, them, pra unë jam duke thënë, në qoftë se banorët e xhenetit jenë në këtë kënaqësi, lum për banorët e xhenetit në çfarë kënaqësie jenë. Shihni ju vllazit e mi, këtë namaz të yacis që e falëm sonte. Çfarë kënaqësie kur i dëgjonim ajete të qarta dhe të bukura të Rabbul Alaminit subhanahu wa taala. O pa shamadhërinë e Allahut, asnjëri prej nesh, pe burrave dhe grave, nuk do të ngritet nga ky mexhlis i dëshpëruar dhe i humbur. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadithin e Abu Hurairës se Allahu xhallahu ala ju thot me laqeve, ej me laqet e mia, bëhuni dëshmitar se ata njerëz unë i kom fal të gjithë. Atëherë Allahu me laqet i thon ja Rabbi, po në mesin e atyre njerëzve erdhi një njeri rastësisht. E dëgjoi filani i thosh, o vlla, të vish sonte se ka ditë. Po më po vi. Domethënë nuk erdhi me qëllimin të dëgjon ligjërat. Thot Allahu xhallahu ala, humul qaum la yashqa bihim jalis. Të gjithë do të falen, të gjithë do të mëshirohen, nga se ata janë një popull që asnjëri prej tyre nuk deli dëshpëruar për këtë mexhlisi. Allahumma lekal hamd. O ju vëllezërit e mi, dhe o ju nana, dhe o ju motra besimtare, unë e di që hoxha dhe imamlarët kur folin, kur flasin ligjërata, ndoshta ndonjëri pe jush do të thot, o imam, po shumë mëkate i kom bë Allahut. Unë ka vite që nuk e kom pa pragun e xhamis. Nuk ka mëkat prej drogës, edhe alkoolit, edhe bigjozit, edhe imoralitetit që unë nuk e kom bë. O vëllahu im, po ta di se çfarë Zoti bujar ke. Po ta di se sa Allahu xhallahu ala gëzohet me kthimin tënd. Gëzohet me pendimin e robit, vallahi bilaj sonte do të kishe vendosje ta gëzosh Allahun azza wa jall. Dhe pasha Allahun e madh tash në këtë moment Allahu gëzohet me ne. Ju thot me laqeve, ej me laqet e mia, po pse janë tu bu këto njerëz sonte? Ja Rabbi që të të kujtojnë dhe të të madhërojnë ty. Allahu xhallahu ala në këtë kontekst thot o vëllezërit e mi, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Pra Allahu po të thëret në emrin e robërisë, o ju robërit e mi, pra po Zotin të dëgjuam dhe të respektuam dhe unë nështrum para teje, ja Rabbel Alamin. Ja ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim, o ju robërit e mi, që e kini ngarku veten e juj me shumë mëkate. O ti që ke bërë shumë mëkate, e di më Zotit, ka pa Allahu xhallahu ala, megjithatë ai prapë të ka furnizu. A ke pa ndonjëherë o vëllau im që ke dalë për një mëkate dhe një gjunahi dhe Allahu ta ka ndalë frymëmarrjen? Pasha Allahu ka pas mundësi. Po s'ta ka ndalë. A ka ndodhur vëllau im që në qoftë se me dorën tënde ke bën një mëkat dhe një gjunah, ta ka shtang dorën Allahu? Vallahi ka mundësi që të ta shtangën dorën, por ai s'ta ka shtang. Se ai xhallahu ala të don. Andaj vllazën tregonte një prej hoxhallarëve i Kuvajtit, thonte për një plakë e cila 99 vjet ka qenë krishtere.
Dhe në moshën 99 vjeçare pranoi Islamin dhe në moshën 100 vjeçare ndroi jetë. 99 vjet në kufër dhe në mosbesim. 1 vjet jetoi në Islam dhe Allahu xhallahu ala ja pranoi atë. Dhe e pan pas vdekjes në ëndër dhe i thanë, oj filane, çka bëri Allahu me ty? Tha, më fali me shahadeti la ilaha illallah. O ju robërit e mi, që keni ngarku veten me shumë mëkate dhe gjunahe, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut, se me të vërtet Allahu xhelle xhelalu i falet të gjitha mëkatet. O imam, çka i tu than? Po pasha Allahu, të gjitha mëkatet o vëllau im, sa do të mëdhaja dhe të rënda që jenë ato, të gjitha i falen Zoti. Edhe një njëbëri plak një ditë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkopin në dorë, i ishte shtrëmbëruar shpina, pa aq i plakur dhe i lodhur. Dhe i tha, o Muhammed, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, po urdhë o filan. Tha, a e ke pa një njeri që nuk ka lanë vend pa bë mëkate dhe gjunahe? A ka tëube për atë? A e pendon, a e falen Zoti xhallahu ala? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç e kishte kokën e ulur, ju kujtua ajeti Allahu xhallahu ala ku Allahu thot wa rahmeti wasi'at kull shay. Me të vërtet mëshira ime ka kaplu gjithçka. La ilaha illallah. Mëshira e Allahut i ka kaplu gjunahet e tua. Atëherë ngriti kokën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o filan, a e ke pranuar Islamin? A e ke thënë shahadetin la ilaha illallah? Tha, po ja Rasulullah. Tha, shko filan se Allahu ti ka falë të gjitha. Tha, vallahi, thot Enesi, e pash plakun e shkret moru gëzo. Doli pe xhamisi gëzom duke thënë ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ky është Zoti ynë vallahi. O pasha Zotin në një natë pe netëve, njëri pe dietarëve duke lexuar ajetin e Allahut ku thot, vraponi pas xhenetit, gjërësia e të cilit është sa qiejt edhe toka qante. Qante deri në agimin e mëngjesit. Të nesërmen në sabah gruaja e tij tha, o imam, o filan, po pse qafeve mbram për një ajet që është shpresdhënës në realitet? Vraponi pas xhenetit, gjërësia e të cilit është sa qiejt edhe toka. Dhe oj bija e filanit, tha, si të mos qaj për një xhenet aq i madh dhe i gjërësh dhe mirë bë për këmbën tem që s'ka vend në të. O e di sa lidhësh për të në xhenet, vallahi billahi, se ne kemi një Zot që është shumë i mirë, një Zot i cili është bujar, i cili nuk e meriton për që ti bëhet mëkat subhane wa taala. O ju vllazit e mi, po va tregoj një ngjarje para se është shumë e pranueshme për djelmoshat e ri, për një djalë i cili u ri deri në moshën 18 vjeçare në Arabinë Saudite, pra në Mekë, pra prej banorëve të Qabes, të Mekës. Mekka i ka 2 milion banorë, qytet i madh. Dhe shumica juaj edhe e keni vizituar ata. Dhe thot, në moshën 18 vjeçare bëra një aplikim që fakultetin ta vazhdoj në Francë. Thot, unë asnjëherë nuk kisha dëgjuar dhe nuk kisha pa dhe nuk e dinja se si zhvillohet jeta në botën e Evropës, në Amerikë dhe në Evropë. Pra do më thënë gratë e shpalume, mundësia për të bë mëkate dhe gjunahe, për të rënë rrugët e alkoolit, shumë e lehtë. Thot e rëndësishme, thot u pranova, edhe nana, se s'ka pas bab, më përcolli deri në aeroport. Dhe në fund më tha, o birë, po ta laj manet fen, kujdes, ruje Zoti, ruje fen. Thot kur shkova atje, thot në momentin e parë, ditën e hanë në shkollu për balla me gjysmën e klasës djemë dhe gjysmën vajza, një pjesa më e madhe e vajzave normalisht ishin të shpalume, edhe nuk e kishin edhe mbarë dhe turp që të bisedojnë. Derisa thot në një ditë për ditë, thot hina në kontakt me dikën prej tyre, por ajo ma kushtëzoi, në qoftë se dëshiron që të kesh lidhje me mu, patjetër ta pranojsh krishterizmin. Thot në fund, thot u binda dhe e pranova atë. Shkova në kish, është kriqzu, e ka pranu krishterizmin dhe ka dalë për fesë islame. Për 4 vite me radhë, thot asnjëherë ma nuk u ktheva në Mekë. Mbas 4 vite, mbas i përfundoi kontrata me shkollën, patjetër duhesha të kthehem në Mekë. Thot unë kësaj here isha bo italian, isha bo francez. Nuk kisha asnjë shenjë të islamit. Nana thot me motrat e mia më priti në aeroport, por e vërejti nana se vetëm kisha ndryshuar në jetë. Domethënë thjesht i dhash një selam, një përshëndetje të ftofët. Thot për gjatë rrugës nana më folte, po si ke hallet me namazin? A e falish namazin? Thot unë domethënë i dhash disa premtime, disa rena dhe ngjashme si ajo. Thot për çdo ditë nana më thonte, o bira, kam mundësi të më marrish edhe me maqinë për të më dërguar në Qabe. Thot derisa një ditë më kërkoi dhe thot u binda, pa mbasi erdha në Mekë të u ktheva jetesën në Mekë. Thot e mora nanën një natë për netëve dhe e dërgova në Qabe. Normal Qabe ju vllazën ka edhe vend parkingje poshtë, domethënë në Qabe. Nana më tha, po më bire s'fale edhe ti namazin e jacis. Tash nuk mundi, ku ta di unë, arsyetimet e njerëzve zakonisht. Thot o ju vllazën, thot derisa nana shkoi të falet, unë isha duke dëgjuar një muzikë italiane, në një moment e dëgjova ezanin e jacis. Hayya ala-s-salah, e janë i bënë namaz.
hayal al falah, e jeni në shpëtim. Thot vallahi filloi zebra të më dridhet. Shkova me të shpejtinë në vendin ku jenë banjut, u pastrova, mora gusu, u lava edhe njerë, e pranova shahadetin dhe hina në namaz. Derisa arrita nal në Qabe, do më thënë aty ku është ai sahni i Qabes, thot filloi kameti, filloi namazi. Kur ja imami i Qabes në reqatin e dytë e lexoi ajetin Kul ya ibadi alladhina o ju robërit e mi që e kini ngarku veten me shumë mëkate, mos se humni shpresën në mëshirën e Allahut, se me të vërtet Allahu i falet të gjithë mëkatet. Thot vallahi qanja derisa ai që ishte në të djathtë ose në të majthunja mambes të më folën pas namazit. Në pengove në namaz. Mi po ishte një plak, thot mbas namazit më kapi dhe më tha e di orbir, e kuptoj gjendjen tënde se pas ke qenë ngarkum në mëkate dhe në gjunahe, por vallahi e ke një Zot bujar. Thot u vonova pak brenda në Qabe, derisa kur dola, thot kur afrova ke maqina, e pash nana më preti. Dhe më tha e kom dit orbir. Vallahi e kom dit se një dit do t'i kthehesh rrugës të Allahut, se nana yte çdo natë çohet dhe thot o Allah, kujdesu për djalin tim. O ju llasit e mi, vallahi billahi, sa do mëkate që të jenë të mëdhaja, rahmeti Zotit Gjellewala është edhe më i madh. Kush më një del kashik rahmetit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj dëgjoni këtë hadith përgëzues për haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot se Allahu Gjellewala ka thënë në hadith kudsi, Yabna Adam, o Allah, o biri Ademit, siç e përmendi hoxha, Allahu na drejtot, o bite Ademit, o unë edhe ty. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. O biri Ademit, në qoftë se mëkatet e tua arrin kopën e qiellit, pastaj ti vish mua dhe më kërkosh falje, unë të falti dhe se kum gajle. La ilaha illallah. O në qoftë se mëkatet e tua arrin kopën e qiellit deri në qiell, fullbe me gjinafe, skelan be gjë pa e bë. Dëm njerëzve, zullum, padrejtësi, kjo dhe ajo, pastaj vish të më kërkosh falje, vetëm se do të më gjesh mua shumë falës. Ibn Adem, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. O bita Ademit, në qoftë se do të më vini në ditën e Kiametit me mëkate sa është rrafshina e tokës, pastaj do të më vish në atë ditë Kiametit me besimin në Allahun, unë do të viti me pa aq falje dhe mëshirë dhe nuk e kom gajle. Allahu akbaru kebira. O ju vëllezërit e mi, dhe o ju nana dhe o ju motra, Zoti ju ruaj dhe ju mëshiroft ja Rabbel Alamin. A dini se ku është fshehtësia e kthimit tek Allahu? Fshehtësia e kthimit tek Allahu Jalla wa Ala është se në momenti kur ti kthehesh tek Zoti Jalla wa Ala, pas çdo mëkati që bësh, nuk është problem, vallahi nuk është problem ke mëkat. O vallahu i që folën në shumë mëkatar, në shumë gjunaqar. I di mëkatet dhe vallahi bila dunja mëkatet janë edhe frena. Që mos mashtrohemi në momentin kur njerëzit na lavdërojnë, mos thonë që jemi dikush. I di mëkatet tona. Kur edhe dikush ta lavdëron Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, Ebu Bekrin, tha o Allah, më fal për atë që thon njerëzit dhe falmi mëkatet që ata nuk i din për mua. Fshehtësia e kthimit tek Allahu te bareke u teala është se ty e gëzosh Zotin tënd. O me dit vallahi që do të thon gëzohet nana me diçka ja kisha bë pashallah. Unë edhe ti. O me dit se vallahi me diçka gëzohet fëmia. Për shembull, unë do të kthehem tash në Dibër mbas një javë. Dhe fëmijët më kanë shpjegoj babi të lutem një pal puma ku ta diu. Unë do t'ia vabi ato puma vëllazën se e di që ato të gëzohen me ato. Më kuptoni? O vëllaut im, kur kthehesh kjo, sonte që ke ardhur në xhami, vallahi ke gëzo Zotin. Po për qëllimeve dhe synime më madhore të kësaj jete, unë ta gëzoj Zotin tim. Dhe ta hidhuroj shejtanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ishte në një luftë vëllazën, gati kaj fundi më jepni edhe 5 minuta. Derisa ishte në një prej luftërave dhe pas përfundimit të luftërave vëllazën e pa njënën prej nanave, shefni skena, veçanërisht nanat, kom qefta të gjynë shumë bukur, e pa njënën prej nanave që e kërkonte foshnjën apo djalin e saj ta gjen ku ka ra në luftë. Mos ndoshta edhe ka vdek, e kanë vrar, luftë vëllazën. Kur janë në një moment e gjen djalin e asaj gjallë, elhamdulillah. Edhe e merr dhe përqafon dhe afron afër vetes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve, a shihni këtë nanë? Ava merr mendja juve, dëgjoni, ava merr mendja juve që kjo nanë mund ta gjuon djalin e vet në zjarr? Ka nanë që e gjuon djalin e vet në zjarr? Thanë jo ja Rasulallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, lallah,
أشد فرحا بتوبة العبد من هذه الأم بولدها. Allahu gëzohet ma shumë me robin kur pendohet se sa kjo nanë kur e gjeti djalin e saj. La ilaha illallah. Wallahi nana gëzohet shumë kur kthehesh pi gurbeti. O nuk do të lishon pasha Allahun azza wa jall. Allahu te bareke o teala kur kthehesh tek ai gëzohet ma shumë. Allahu xhallahu ala i shpalli Davudit alayhis salam dhe i tha: Ja Davud, o Davud, po ta din mëkatarë se sa unë përmallohem për ato kishin vdek për përmallimi për mua. Shef, Allahu i madh përmallohesh ka për gjunahçarin. O Davud, po ta din mëkatarë se sa unë përmallohem për ata do të kishin vdek për përmallimi për mua. O Davud, ky është përmallimi im për mëkatarët, po si është përmallimi im për ata që më bëjnë ibadet dhe adhurim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë nëse robi shkon një hap Allahut, Allahu i vjen me duke ec. Nëse robi shkon duke ec, Allahu i shkon atij duke me vrap. Nëse robi shkon me vrap, Allahu xhallahu ala i vjen pra me mirësi dhe dhuratat e tij subhanahu wa taala. Për këtë arsye kanë ardhur shumë transmetime ju vëllezërit e mi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas çdo ibadeti dhe pas çdo adhurimi i kërkonte falje Allahu xhallahu ala, pendim, astaghfirullah wa atubu ilay. Andaj mesazhi im i vëllazën për kësaj fjalimi dhe kësaj ligjërate është ju vëllezërit e mi të mbushim zemra me dashuri për Allahun xhallahu ala, ta dum Allahun subhanahu wa taala, ta dim se gjithë jeta jonë në realitet duhet të jetë për Allahun, kurbani për Allahun, namazi për Allahun, vdekja gjitha për Allahun. Në një ditë do të kthehemi tek ai Zoti i Madh te bareke wa taala. Andaj kush e zbukuron takimin me Allahun në dunja, Allahu xhallahu ala do t'ia zbukuron takimin atij në ditën e Kiametit. Allahu subhanahu wa taala ju vëllazërit e mi, dhe do ta përfundoj me një ajet kuranor, thot: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah wastaghfiru li dhunubihim." Ata të cilët edhe kur i bëjnë mëkate Allahut, kur i bëjnë mëkate Allahut, ata prapë se harrojnë Zotin. Që do të thotë, pasha Allahun azza wa jall, feja islame nuk kërkon për njeriu të bëhet idealist o ju vëllazë. Se asnjëri prej ne nuk mund të bëhet idealist. Na dije Zoti xhallahu ala se ne jemi gjunahqar, por ata që pasi ti bëjnë mëkate Allahut, ata i kthehen Zoti xhallahu ala. Kurse për gëzimi dhe mishdja e fundit o ju vëllazën, se ata të cilët i kthehen Allahu dhe pendohen tek ai me sinqeritet të plot dhe e kthehen tek ai me zemër të sinqert, Allahu xhallahu ala atyre ju jep një dhuratë shumë të madhe, një mishdë dhe një sihariq. Ajo është se Allahu xhallahu ala dashurohet për ata. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin." Me të vërtet Allahu i don shumë ato që pendohen dhe kthehen tek ai subhanahu wa taala. Dhe këtu në këtë kontekst, për dashurisë të madhe që e ka Zoti ndaj atyre që kthehen dhe pendohen me sinqeritet tek Allahu xhallahu ala, se Allahu do t'i trajton me një trajtim të veçantë në ditën e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Dhe kur do të ringjallemi para Allahu xhallahu ala në ditën e Kiametit, Allahu do ta merr çdo njeri prej nesh vetmas për ta bo llogari. Dhe atij besimtari që është kthyer tek Zoti xhallahu ala do t'i thot: O robim, atë kujtohet filan mëkati dhe filan gjunahi, se kthehemi tek esenca e bisedës legjiratës. O robim, atë kujtohet ai mëkati që e bone. Po ja rob. Për arsye se ishim mëkatar dhe gjunaqar. Pa të kujtohet filan mëkati dhe gjunahi, derisa të mendon njeriu se të shkatrohet, Allahu xhallahu ala pe dashurisë që e kishte ndaj atij do t'i thot: O robim, unë ti mbulova ato mëkate në dunja dhe unë ti fal ato sot. Andaj merre librin e veprave nga e djata dhe shkon në xhenetet e larta. O Allah, të lutemi membrat e bukura dhe cilësitë e larta, ja dhe xhelali ul ikram. Të lutemi ja Rabbel alamin, ne mundso që të jemi prej banorëve të xhenetit, ja dhe xhelali ul ikram. Po të lutemi o Allah, membrat e bukura dhe cilësitë e larta, ja Allah, ja Rahman. Të lutemi ja Rabbel alamin, na mëshiro me mëshirën tënde. Na jep të mirat e dunjas e të mirat e ahiretit. Na ruaj prej zjarrit të xhenemit. O Allah, falna ne dhe prindërit tan, dhe prindërit e prindërve, dhe gjithë besimtarët ditën e llogarisë të madhe, ja dhe xhelali ul ikram. O Allah, ashtu siç na tubove dhe na bashkove në një xhami pe xhamieve të tua, të lutemi ja Allah na bashkon në hijen e arshit të ditën kur nuk ka hije tjetër po si e sa arshit të ja Rabbel alamin. O Allah, të lutemi membrat e bukës cilësitë e larta, fali dhe mëshiroj prindërit tan, mëshiroj ata të cilët kanë vdekur prej tyre, bëj varret e tyre kopshte pe kopshteve të xhenetit, ja dhe xhelali ul ikram. O Allah, mëshiroj të vdekurit tan, o Allah, mëshiroj të vdekurit tan, o Allah, mëshiroj dashamirët ton, ja dhe xhelali ul ikram. Bëri varret e tyre ja Rabbel alamin, aq sa shef shikimi i tyre.
O Allah, laje ata me ujtin e pastër dhe pastroj ata siç pastrojnë teshat e bardha ja dhe Xhelali ul Karam. O Allah, të lutemi, na i rando peshojnë dhe mizanin në ditën e Kiametit. Na jep librin nga e djathta jon. O Allah, na i mundso që ta kalojmë urën e Siratit dhe së bashku me këta vllazë, me këta dashamirë dhe me këta nana dhe motra të jemi në xhenetet e tua, në tokën e paqes dhe lumturisë. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.